Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala dhalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, Asta'idhu billah, bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Sadaqallahu al-Azim. Të gjitha falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahun xhaleshanuhu, Zotit të botrave. Vetëm atë adhurojmë, vetëm atë e falënderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi mosuesin e njerëzimit, pishtarin ndriçues, vullën e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë ndjekur rrugën e tij dhe do ta ndjekin deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, të respektuara nëna dhe motra, ju përshëndesim me përshëndetjen e ngrohtë islame, me përshëndetjen e paqes, me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Jemi në muajin e bekuar të Ramazanit. Jemi në muajin e garës në mes besimtarëve njëri me tjetrin. Jemi në muajin e ndryshimit. Jemi në muajin e ibadetit. Jemi në muajin e dhikrit. Dhe pikërisht në këtë muaj besimtari muslimani, agjëruesi në mënyrë të veçantë, duhet sa më shumë t'i afrohet krijuesit të tij, Allahun xhaleshanuhu, dhe mënyra më e mirë, më efikase dhe më e veçantë dhe më e lehtë për t'u afruar Allahun xhaleshanuhu është kultivimi dhe të përmendurit Allahun xhaleshanuhu dhe mbjellja tek fëmijët tanë. Dhe pikërisht sot do të mundohena disa minuta, disa mesazhe dhe porosi, fjalë të Allahut xhaleshanuhu dhe porosi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhaleshanuhu në surët Al-Ahzab, ajeti 41 dhe 42 thot: Ja eyyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O ju të cilët keni besuar, o ju të cilët e besoni Allahun xhaleshanuhu, o ju të cilët e besoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si pejgamberi Allahut dhe i dërguari Allahut, përmendni Allahun sa më shpesh, përmendni Allahun në çdo vend, në çdo kohë, për shkak se është i vetmi adhurim i cili është i lehtë për të shqiptuar, mirë po është i rëndë në peshorën e Allahun xhaleshanuhu. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dhe përmendni Allahun xhaleshanuhu në mëngjes dhe në mbrëmje. Allahu xhaleshanuhu po ashtu në surën Al-Bekare, ajeti 150 thot: Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Më përmendni ju mua dhe unë do t'ju përmends juve, që do të thotë se nëse besimtari e përmendën Allahun, nëse besimtari e kultivon në zemrën e tij Allahun xhaleshanuhu, nëse besimtari e kultivon në mbjelljen tek fëmijët e tij të përmendurit dhikrin Allahun xhaleshanuhu, Allahu e përmendin në mesin e robërve të tij të mirë. Që do të thotë se nëse ti e kujton Allahun me namaz, Allahu të kujton ti me shpërblime. Po ashtu Allahu xhaleshanuhu në Kur'an, në surën Al-Anfal, ajeti i ditë na thot: Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Me të vërtet, kjo pjesës përforcimi na tregon neve besimtarve, neve muslimanve, se besimtar të vërtet janë ata të cilët kur u përmendet emri Allahu xhaleshanuhu u rënqethen zemrat e tyre, dhe në momentin kur i lexojnë fjalët e Allahu xhaleshanuhu, lidhen me Kur'anin famëlart, me librin Allahu xhaleshanuhu, ju shtohet imani në zemrat e tyre. Dhe pikërisht në lidhje me dhikrin të përmendurit Allahu xhaleshanuhu, do të përmes një tregim, një ngjarje e cila ndodhur në mes një nëne dhe fëmijëve të saj.
Një voglushe e cila akoma pa mos i mbushur 3 vjet, një ditë i kërkon nënës së saj, nën a ka mundësi të na ndërtosh pallate të mëdhaja në xhenet. Dhe në moment duke ndëgjuar këtë fjalë, nëna i drejtohet voglushës: a mos vallë e ndëgjova gabim, edhe pse ajo e kishte mbjellur pref në momentin kur kishin lindur fëmijët e saj. Dhe në këtë formë edhe fëmijët tjerë po ashtu të njëjtën fjalë e kërkuan nga nëna e tyre që të bëjnë pallate, që të ndërtojnë pallate në xhenet. Dhe nëna e këtyre voglushëve të vogël, e cila më i vogël ishte 3 vjeçar dhe më e madhja ishte 10 vjeçare, filluan që ta këndojnë surën El Ikhlas, surën e sinqeritetit, surën e tauhidit, surën e njohshmërisë, e cila vërteton për besimin në Allahun xhaleshanuhu, dhe e kënduan nga 10 herë me zërat e tyre të bukur. Masi e përfunduan, than elhamdulillah, falënderimi i takon Allahut, i cili na mundësoi që të ndërtojmë pallate, shtëpi të bukura në xhenet. Dhe pas kësaj përsëri vazhduan: a ka mundësi nën tash të na tregosh në lidhje me thesarët, në lidhje me pasurinë e pashtershme në xhenet? Dhe atëherë nëna e tyre u tregoi fjalën, lutjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku thot: la haula wala quwwata illa billah. Ka fuqi dhe forcë që e ndryshon çdo gjë në këtë botë përpos me urdhrin dhe me lejen e Allahut xhaleshanuhu. Dhe pas kësaj ata përsëri vazhduan, than: nën, a ka mundësi edhe të pim nga duart e bekuara të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? A ka mundësi të pim ujë nga kroji i Keutherit bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe të na ktheje përshëndetjen pejgamberit sallallahu alaihi wasallam? Dhe në atë moment të gjithë me një zë than salavatet dhe selamet: Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Dhe kur e pyetën këtë nën se nga i mori këto urtësi, nga i mori këto mendime, nga i mori këto këshilla kaq të vlefshme, ajo tha: e ka marrë nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar: ai njeri i cili brenda ditës thot 10 herë surën El Ikhlas, surën e sinqeritetit, Allahu xhaleshanuhu i ndërton një shtëpi në xhenet. Pastaj i than: po si mundet të ndërtojmë po ashtu të kena edhe pasuritë e mëdhaja thesare në xhenet? Duke thënë: la haula wala quwwata illa billah. Fjalë e pakët, mirë po me peshë dhe me vlerë shumë të madhe të Allahu xhaleshanuhu. Dhe për streti i than: e si mund ne të pim nga dorët e bekuara të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga uji Zemzemit, dhe si mund të na kthejë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shëndetjen e tij në momentin kur ne i çojmë salavate dhe selame të dërguarit të Allahut? Allahu xhaleshanu ja kthen shpirtin të dërguarit të Allahut atij i cili i çon salavate dhe selame. Andaj vëllezër, nëna dhe motra të nderuara, jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, jemi në muajin e Kur'anit. Pikërisht Allahu xhaleshanuhu na thot për t'i qetësuar zemrat dhe për t'i stabilizuar zemrat. Allahu xhaleshanuhu në Kur'an thot: ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtet, me të përmendurit e Allahut, me të vërtet me kultivimin që e bën në zemrën tënde, në gjuhën tënde dhe me praktikimin e gjymtyrëve tënde, zemra jote qetësohet, zemra jote stabilizohet. E lutim Allahun xhaleshanuhu që agjërimin ton Allahu të na pranon. E lutim Allahun xhaleshanuhu që Kur'anin ta bën pranverë të zemrave tona. E lutim Allahun xhaleshanuhu që Kur'ani le të jetë shërim i plagëve dhe i dhimbjeve tona. Wa akhiru da'wana enil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.